Dje ju tha disa herë se ju besoni se përdorimi i modelit të inteligjencës artificiale ishte thelbësor për konstatimet e raportit tuaj. Përgjigje, këtë e thatë ju dhe mendoj që unë u mundova të sqaroja që nuk mendoj që ka qenë baza e vlerësimit dhe përfundimit të mia, po e them edhe sot këtu. Mendoj që ka shërbyer thjesht si ilustrim dhe më ka ndihmuar si një element dytësor për sa i takon bërjes vlerësimit për meje. Apo thoni tani që dje nuk thatë që rezultatet e inteligjencës artificiale nuk kanë qenë kryesore se thelbësore për vlerësimin? Përgjigje që jo, ky është term që e përdoret juve dhe më ushtruat trysni, presion për ta pranuar. Pyetje, apo thoni që gënjyet dje? Përgjigje jo, nuk po them që po gënjej. Dhe në seancën përgatitore, por gjithashtu edhe ndryshmim përpara gjykatësit në sallën e gjyqit, ju keni thënë se aftësia për të vlerësuar me saktësi cilësinë e incizimeve audio në këtë çështje ligjore ishte e kufizuar për shkak të faktit që nuk e njihni shqipen apo jo. Përgjigje, mendoj që unë kam pasur mundësi që të vlerësoj cilësinë e incizimeve audio, ndërkohë që sa i takon cilësisë fjalëve ose gjuhës, kjo është kufizuar. Sepse unë nuk e njoh shqipen dhe mos njohja e shqipes është një lloj kufizimi në vlerësimin tim. Pyetje, dhe për shkak të këtij kufizimi ju keni përdorur instrumentet e inteligjencës artificiale apo jo? Përgjigje, besoj që kam shpjeguar në raport dhe kam shpjeguar dhe gjatë dëshmisë time në sallën e gjyqit. Por platformat e inteligjencës artificiale i kam përdorur si tregues, nuk e kam mbështetur konstatimet e mia, përfundimet e mia në rezultatet e përdorimit të platformave të inteligjencës artificiale. Me legon, më duhet të ndërhyj sepse prokurori ka bërë këtë pyetje shumë herë, dje dhe sot, ndërkohë që dëshmitari është shumë i qartë, tha që është munduar që ta cilësoj, që t'ia përgjigje, kështu që besoj që nuk duhet të vazhdojmë prokuror me këtë pyetje.